Mirëmëngjes miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24. Takohemi si çdo mëngjes tjetër bashkë me Katin në kuzhinë. Gati edhe sot apo jo? Mirëmëngjes Kat. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur. Ju ftojmë këtu te këndi joni gatimit për të parë recetat do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të përgatisim ne sot? Ju tham që do të përgatisim kulaçin e gjeli, do ta bëjmë në dy mënyra, kulaç që do të bëhet me miell gruri dhe kulaç Kulaç, se të përshesh quhet, kulaç për ta bërë përshesh me lëngun e gjelit. Me lëngun e gjelit, por edhe me miell misri. Pra do t'i kemi të dyja mënyrat. Do t'tregojmë mënyrën se si bëhet. Pra, për miell, e fillojmë me një herë që të arrijmë edhe kohën për të. Po të themi një herë çfarë na duhet. Edhe ndërkohë që direkt duke i hedhur në tigan edhe themi dhe përbërësit Anila. Sepse nuk ka shumë apo jo. Janë të pakët. E rëndësishme është që neve do të përgatisim edhe një kulaç, do të tregojmë mënyrën se si bëhet kulaçi me miell gruri, edhe do të tregojmë edhe se si bëhet buka e misrit e miell mistri. Ja kështu. Gjatë gjithë këtyre ditëve ne kemi qenë me receta festive, kemi përgatitur gjelin, kemi treguar mënyrën se si ne në studio e kemi pjekur, kemi përgatitur ëmbëlsirat, dhe tani është koha që të tregojmë se si mund të bëjmë përsheshin për të shoqëruar kështu edhe gjelin e detit në ditët festive apo në mbrëmjen e ndërrimit të viteve, meqenëse se është një recet tradicionale që një pjesë e mirë e familjeve shqiptare vazhdojnë ta respektojnë si një ushqim që preferohet apo jo. Qoftë edhe shumë pak që të përgatisin, domethënë për të mirë është dhe ajo për të ruajtur vlerat, domethënë traditat, që duhen në fakt. Të vazhdoj brez pas brezi, sepse neve është mosha jon, do kalojt në fëmijët tanë, edhe kështu me radhë, domethënë brez pas brezi. Edhe mos u mbasin këto, si të thuash, receta tradicionale, sepse na përkasin neve si vend. Atëherë këtu kam hedhur një lugë vaj, një lugë gjalp, nuk ka nevojë për më tepër. Me një herë, domethënë sa ngrohet tigani, do të hedhim një qep mesatare dhe kjo varet edhe sa sin që do të përgatisim për kulaçin. Do ta lëm që të na, si të thuash, të zbutet qepat, marrë atë ngjyrën e arit, se kur merr atë ngjyrën e arit, atëherë nxjerr dhe atë shijen e mirë që përmban qepa, ato vlerat, domethënë, dhe yndyrnat eterike që mban qepat dhe që të dalin këto, duhet të shtojmë edhe pak krip që t'i ndihmoj. Dhe t'i japim dhe pak temperaturë sobës, që të ketë mundësi, domethënë, që qepat të ka vërdisë, domethënë të ka vërdisë. Ndërkohë kemi ngrirë shumë imë, sepse nuk duhet të ndihet qepa, vetëm të lëshoj atë Ndërkohë këtu, siç e shikoni të dashur miq, unë kam vendosur, pra gjelin e kemi pjekur më përpara dhe ju nëse do të e keni atë ditë, domethënë të pjekur, sepse duhet pjekur gjeli që të bëhet përsheshi, hiqeni pjesën e shtyllës kurrizore, vendoseni në një tenxhere, përveç se keni këtu, do ju tregoj tani heq e leta lëse do të hedhi edhe këtë pjesën tjetër. Pra, si që shikoni këtu, pasi unë kam pjekur gjelin, kemi ruajtur lëngun. Domethënë, ja, kjo është yndyra, që ka ngelur lart, dhe do ta heqim tani, se s'do ta hedhim të gjithë në përshesh. Se ka shumë yndyra aty. Ka shumë yndyra, sepse gjelin, i kemi thënë që bëm atë lyerin me gjalp. Nxori dhe yndyrën e vetë gjelin, edhe si që shikoni, kështu që nuk mund të hedhim, prandaj them gjithmonë dhe kam rikthyer këtë gjë dhe nuk vendos mbushjen tek gjeli, sepse rëndohet mbushja nëse vendoset aty ajo mbushja që përgatisim qoftë me oriz, qoftë me të brendshmet, me këto gjëra. Në një gjell të madh, të hedhësh, si thua, një filxhan oriz, është shumë e rëndë, nuk konsumohet. Dhe prandaj kemi kaluar, domethënë dhe jemi rikthyer që të bëhet ndryshe kjo përgatitja, të bëhet më vete. E kuptoj. Do të marr dhe unë tani prap një kështu se është shumë dhe ajo. Do ta heq të pjesën e yndyrës, shikoni tani kjo është. Këtë duhet të heqim, atë që ka ngrirë në sipërfaqe. Ndërsa zelen që është kryuar dhe është karamelizuar, shiko sa ngjyrë të mirë ka marrë. Dhe kjo është ajo shija që nxjerr, sepse nëse ju kujtohet mënyrën se si e përgatitëm, neve këtu brenda kemi vendosur edhe karotë, edhe selino, edhe kokra piperi, edhe rozmarine, trumze, një qepe. Kemi vendosur, domethënë, aromatizues që na e bën shumë të mirë të shije. Këtë do ta përdor pak më vonë, domethënë jo të gjithën, se do të përdor për të dyja përsheshët, do ta përdor pak më vonë, por këtu tek lëngu do të shtoj edhe një pjesë. Ndërkohë ne këtë lëngun nëse na tepron, besoj mund ta ruajmë në frigorifer për të përgatitur një pilaf. Shiko tani, kjo është zeleja. Se ka goxha shije, pra nuk kemi pse ta hedhim. Edhe ka të ngjyrën e karameles. Nuk duhet të jetë
e tepruar, e rënduar, edhe pak do jetë, sepse më duhet për të dyja përsheshët. E kuptaj. Edhe pjesën tjetër do të ruani, e keni për supra të ndryshme, për gatime të ndryshme, sepse një gjel i madh nxjerr dhe shumë i ndyrë, shumë shije, dhe kështu e kemi, e mbajmë në frigorifer, për herë të tjera, do me thënë për gatime të tjera që mund të përgatisim mbas vitit të ri. E vendos në frigorifer dhe rikthejmë këtu me një herë për të në përgatitjen e... Tani, si gjithmonë, ajo që ne bëjmë në rastin e recetave që duan kohën e vetë, në përgatitje brumi, në ardhje brumi, në pjekje e tjerë, e përsërisim që i bëjmë pak më herët, pra Kati e ka nisur më herët ditën sot dhe është kujdesur që të kemi gati 2 kuleçët tanë. Pra, i përfunduar si njëri si tjetri do t'jenë kështu. Kulaçi i grurit edhe i mistrit. I pari i bërë me mielin për çdo përdorim, mielin Ola, dhe i dyti, ku e kemi po ja ngre pak, me mielin e mistrit të verdh dhe dalloni besoj edhe nga ngjyra e verdh që ka marrë. Kati, duhet o me njërën o me tjetrën, apo mund të bëjmë një mikstim të dyjave? Si është rregulli? Përse? Për përsheshin. Digjo, mund të përdorim, do me thënë, atë që them dhe unë sot, që të bëjmë edhe me miell, me buk misri, edhe me kulaç, do me thënë, miell gruri. Sepse ka në shtëpi, kemi njerëz që duan në pëlqen buka e mistrit. Kulaçi, do me thënë... Pra, le t'i bëjmë të dyja dhe ta bëjmë të dyshia edhe atë përsheshe. Ja, neve kemi bërë këtë bukën e mistrit, unë nuk kam hedhur sot, që është e vërteta, kam përdorur vetëm miell misri edhe pak miell gruri. Në përgatitjen, pak vaj, edhe krip, asnjë gjë tjetër, e kam punuar me ujë të ngrohtë, edhe na është bërë kjo bukë e mistrit. Na duhet një bukë mistri e fortë për përgatitjen e kulaçit. Që mos çulloset nga lëngjet që do t'i shtohen. Tani do ta lëm neve këtu për momentin këtu. Okej. Ose ja ta le ta kthejmë kështu dhe ta bëjmë. Se kemi më kollaj për ta marrë prap. Që të ketë. Këtu tani kemi bërë kulaçin tjetër, që pa le të vazhdoj që të bëhet gati. Shikoni tani, kjo është ai. Tani, mos më thoni për kulaçin, po jo s'bëhet ashtu dhe jo bëhet kështu. Pse mund ta thonë? Në treva, po. Sigurisht që mund ta thonë, edhe me të drejtë mund ta thonë, sepse në treva të ndryshme ka mënyra e përgatitjes së ndryshme. Në disa zona e bëjnë me kos, i hedhin vaj, kos brenda, pak sodë. Nuk është gabim. Ashtu e kanë mësuar, ashtu nga nënat dhe gjyshet e tyre, ashtu e bëjnë. Në disa zona nuk hedhin fare sodë. E punojnë kështu, do me thënë, ose hedhin një majës, fare, një majës sodë. E rëndësishme është e këtij kulaçi, është që të punohet mirë dhe bëhet pak më i fortë se ai, do me thënë, brumi i hapjes së petëve. Brumi duhet të jetë i fortë, sepse duhet që të edhe kulaçi të jetë i fortë. Shiko tani se si është bërë. Ja. Okej. Që ka i ngrohtë akoma. E tani e hoqa unë këtë, prandaj do me thënë e kam pak të ngrohtë, por shikoni, dhe do të tregojmë pastaj më mbrapa se si bëhet, heqim këto pjesët e kores, dhe këto janë që hidhen të para, do të fillojmë do të bëhet ai, si thua, për punë e përsheshit, po të shikoj këtu se do na digjet se mos na digjet. Edhe mori pak, po s'ka gjë. Është karamelizuar, shije lëshon si doj që të jetë. Ndërkohë më shoh që këti kemi mëlçi. Po. Ndërkohë, këtu duhet të them tani që do të shtojmë pak në energjik, gjysmën unë e hedh, një lugë të supës dohet, gjysmën e hedh këtu brenda që të më lëshoj këtë aroma, dhe gjysmën e hedhim tek lëngu. Në momentin tek përsheshit, do me thënë. Tani me njerë sa hedhim në energjikun, duhet me njerë tani të shtojmë edhe pak lëng që të zbutet. Edhe hedhim në mënyrë graduale lëngun që të na zjedh. Tani, ka zona që e bëjnë, do me thënë, me mëlçi, pule. Të brëndshmet e pulës, do me thënë, ne bëjnë me, do me thënë, hedhin dhe ato brënda. Ka zona që nuk i hedhin, sidomos tani të rinë nuk e kanë shumë qef që të jenë brënda, sepse lëshojnë atë shijen, atë ngjyrë. Nuk është gabim që ato ti ka vërdisi më vete dhe ti kemi shoqëruse tek pjata. Janë ato që ndryshimet e vogla që bëjmë brezi jonë tani, por sigurisht është mirë që ti përdorim për të sjellë, do me thënë, atë traditën ashtu si që ka qënë. Jo ti shmangim fare, duhet ti pregatitim. O tek njëri, o tek tjetrit, duhet që ta pregatisim. Të shtoj dhe pak lëng që të më zbutet qepa, dhe lëngun e shtojmë në mënyrë graduale, edhe duhet ta kemi të kulluar lëngun, të jeti pastër. Po, mos ketë copëza. Vazhdon që të zjej. Duhet ashtu i nxehtë, okej.
Dhe sa të zije kjo avash, Anila do të vë një detyrë të më thërmosh kulaçin. Okej, ja, të lejtuart. Do më thënë një pjesë të kulaçit të grurit, ta vendosim diku këtë. Te kjo e na këtu. Edhe unë të merrem me përgatitjen, shplaj pak duart e të merrem me përgatitjen e kulaçit që bëhet me miell gruri. Edhe t'ju them edhe diçka tjetër, siç e shikoni, kemi hequr fileton e gjelit, kemi një pjesë këtu, të cilin do ta servirim në momentin e fundit e kemi mbajtur nga gjeli që neve kemi pjekur. Do ta servirim me kulaçin qoftë të mistrit, por mendoj që ta bëjmë me kulaçin e miellit të grurit të servirim gjelin dhe me mëlçit të servirim bukën e mistrit. Okej, tani do më thuash pak në sa çfarë masie i do këto? Të lutem Anila, këto pjesën e koreve do të ishte. Nuk e do? Jo, e duam. I bëj këtu më vete. Po thërimet këtej? Sa më të vogla bëj. Më të vogla se kaq. Sa më të vogla është më mirë në fakt. Okej. Në rregull. Veç se tur pak pas kemi ruajtur dhe një pjesë të gjelit ndërkohë, të cilin do t'ja vendosim. Të ulim pak temperaturën këtu. Nuk duhet ma jo. Që të bëhet avash të situash të shkrit tani me qepas. Të zbutet mirë, se s'ka më ashu se ku do të mos jetë që të kërcas qepa, duam që qepa të zbutet dhe të jetë me thënë sa më e shishme. Dhe që të jetë e shishme duhet bërë ajo kavërtisja e parë që thamë që bëhet me gëshërë si kemi këtu, po ja, kemi si këtë. Po shëdi ku i kemi fshërë, po sigurisht, po. Për momentin si kemi këtu. Po. Ska gjëja se presim kështu. Gjejmë një mënyrë praktike, gjithmonë. Tani thamë për pjesën e brumit të kulaçit. Ju thash që nuk është gabim që të bëhet me kos, me vaj, në disa zona hedhin edhe në i kokërvez. Por, me thënë të drejtën mua, edhe sod. Ai kulaçi është ai kulaçi që ne konsumojmë kështu të ngrohtë, me pak djathë. Kështu që unë sjell atë shije. Për këtë mendoj që me kaq shumë gjërash brenda, pse të hedhim atë si thua vezën, pse të hedhim kosi, hajde. Nuk e di, kështu ka qenë traditë. Ti na e bë siç ke bërë të kulaçin që po thërmon, siç e ke të trashëguar, siç e mësuar nga familja jote, le të jemi tek ato që dim. Sepse sigurisht që duhet thënë edhe diçka që recetat her pas here jo vetëm që interferojnë nga krajina në krajinë, por edhe këto recetat moderne të kohëve të fundit na kanë bërë që ne edhe gjelin, edhe mbushjen, edhe përsheshin ta shohim edhe në variante më të moderuara. Kështu që ajo që ne kemi mall edhe duam të rikthejmë nëpërmjet shijes dhe ushqimit është pikërisht tradicionalja, baza, ajo që na rikthen vite pas në kohë. Atëherë kemi hedhur krip dhe kemi kujdes për punën e kripës, sepse si e dim që edhe lëngu ka krip, kështu që rezervojmë tek kripa, hedhim tek 1 kilogram, një lugë të çajit është mjaftueshëm. Kemi hedhur edhe vajin, e trazojmë, duhet të kemi ujë të vakët, që ta ndihmojë domethënë që gluteni të ketë mundësi të si thua punohet më mirë. Dhe e shikojmë tani, duke shtuar ujin fillimisht, e përzijmë dhe sekreti i kësaj, domethënë, e këtij kulaçi, pas sot, është që duhet punuar mirë. Të paktën një 15 minutë me duar, po. Ajo është që e aktivizon brumin dhe e bën domethënë që të zbutet dhe të ketë mundësinë për të mos ngelet i qullosur brenda, po të rrisë pak volumin, sado pak që mund ta rrisë. Se nuk ka asnjë gjë brenda këy që të rritet si puna e sodës. Mua me thënë të drejtën nuk më pëlqen ajo me sodë, jo se ashtu po ndihet ajo e sodës, sido që të jetë. Kur është kulaçi me sodë ndihet. Kështu që mendoj që nuk është e nevojshme. Në disa zona kam parë që zonjat e mbajnë atë vajin dhe e punojnë me vaj. Kulaçin, po. Po? Por dhe ajo nuk e di mua pse nuk më rezulton ndjes të dashura visa, ju zonja të mira që ju dua shumë të gjithave, edhe secila ka atë mënyrën e vet të gatimit. Patjetër. Ndoshta sepse vaji kati nuk e lejon të bëhet i fortë, se ne tham na duhet një kulaç i fortë, që mos kurse vaji do ta shkriftoj, do ta qullosi. Kështu që kjo mund të jetë një ndër arsyet pse ty nuk të ngjit ai varianti i kulaçit me vaj. Edhe tjetra është që duhet të jetë i fortë, sa më i fortë.
Mirë, ndërkohë që ne përgatisim kulaçin, unë po marr një çiko se Kati do i duhet pak ta punoj me duar të përmend disa nga miqtan të përditshëm në Vila 24 në këndin tonë të gatimit. Janë pikërisht bashkëpunëtorët tanë në këndin e gatimit, meqense ne sot e nisëm me kulaç, si atë të misrit ashtu edhe të grurit, po ju kujtoj se cilat janë variantet e miellit në treg më të mirat që ju mund të gjeni të domosdoshme në çdo ditë normale viti, por akoma edhe më shumë në këto ditë festive ku recetat dhe gatimet janë edhe më të shumëllojshme dhe pikërisht është kompania Atlas, ajo që na sjell mielin më të mirë në treg, duke nisur nga mielli për çdo përdorim që gjithmonë vendoset i pari, sepse është ai mielli që në çdo recetë që ju doni të realizoni do t'ju shkëlqej, por natyrisht që ka edhe miell të dedikuar recetave dhe dëshirave tuaja në gatim. Pra nëse doni të ndjeni pak më shumë shef, siç themi zakonisht, për të bërë pica, për të bërë receta me bazë mielli misri të bardhë apo të verdh, mielli integral, gjithashtu është dhe tejet i shëndetshëm për shkak të nivelit më të lartë të fibrave, që do thotë edhe ata njerëz që kanë nevojë për një dietë më të kushtëzuar, mielli Ola dhe kompania Atlas mendon për çfarë do lloj konsumatori. E këtë herë sigurisht me bazë mielin, cilësia më e mirë që është pikërisht semola, kompania Ola vjen edhe me pastat, me makaronat e shkëlqyera që tashmë i keni në treg, varianti dhe forma është ajo që ju e zgjidhni, cilësia është njësoj, që nga spagetit, pennet, fluturat, makaronat në formë tubi, si që quan Kati, linguinet, e të gjitha si pas dëshirës dhe recetave tuaja. Tham që jemi në ditë festash, jemi në ditë pazaresh, kështu që për të ruajtur sa më sigurt edhe produktet tuaja në shtëpi e në frigorifer, do t'ju sugjeroja të blinit vezët Ovital, sepse ai shpejt sa mbërrin në shtëpin tuaj, aq edhe më e sigurt bëhet kozjata që do qëndrojnë në frigorifer, se do gatuajmë pak më shumë, do i kemi pjesë të salaturinave, por edhe të vakteve tona normale, të mëngjesit, mes vakteve, të mbrëmjes apo pjesë e recetave tona të gatimit. E ndërkohë që, meqense është mëngjes edhe mëngjesi përgjithsisht nis me bulmet, kush preferon qumshin, kush preferon kosin, me ca fruta të thata në formën e smoothit, po thjesht një kafe me qumë është e padiskutueshme që kompania Lufra për një jetë plot të mira është gjithashtu një mikesh besnike, jo vetëm me Vila 24, por edhe çdo familje shqiptare, duke na siguruar produktet më të mira të qumshtit, që nga qumshti, kosi, dhalla, kefiri, njomza, gjalpi, gjithashtu e plot të tjera. Dhe në fund ajo që do doja të përmendja, të sugjeroja gjithashtu për të konsumuar janë salçiçet Vudi, janë salçiçet e pulës, të cilat përsëri Vudi ka menduar t'i sjellë në paketime të formave të ndryshme, ka nga ata që janë familje më të mëdha, duan paketime prej disa salçiçesh, apo familje më të vogla dhe marrin atë paketimin tresh më të vogël, gjithashtu salçet e mbushura me djath janë pa është të preferuara e të shishme dhe Vudi është ai që sjell gëzim dhe buzëqeshje tek ne. Kati, vazhdon punon brumin, tham që do 15 minuta, nuk e di nëse të punohet mirë e mirë. Dëgjojmë, do me thënë, ja. Kjo dëgjojmë? Jo, nëse dëgjohet ajo që unë po bëj me fort, sepse është e vërtetë. Jo, jemi pa tinguj, pa merak. Jemi pa tinguj, thuajse. Atëherë, ne do vazhdojmë ta punojmë këtë brumin, sepse kemi nevojë të shkojmë në publicitet, dhe ndërkohë fiks në kohën e duhur, që këtë punën fizike me brumin ta bëjmë pa na parë ju, unë vazhdoj edhe thërmoj për sheshin, kthehemi përsëri pas publicitetit. Sepse duhet treguar dhe mënyra se si bëhet. Po, do ta tregojmë kur të vim. Është Mirë se erdhët përsëri, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në News 24, vjojmë të jemi në kuzhinën tonë të përditshme, ashtu ku çdo mëngjes vijnë pafund ide recetash tradicionale të miksuara, festive gjatë gjithë dhjetorit, dhe sot jemi pikërisht tek tradicionale dhe festive në të njëjtën kohë, siç është kulaçi i gjelit të detit. Po të dashur Anvisa, ne ju treguam pak më përpara dhe mënyrën se si do ta përgatisim kulaçin, dhe kulaçin që do ta bëjmë pa sod, dhe e kemi bërë të thjesht, vetëm me vaj edhe me ujë të vakët, krip. Asnjë gjë tjetër, 1 filxhan vaj, 1 kilogram miell edhe ujë të vakët. Shikoni tani se sa i butë është
Ky bëhet i butë sepse e kemi punuar mirë për një 15 minuta, ndërkohë e kemi vendosur edhe në një membran kuzhine, kjo e zbut akoma edhe më shumë edhe e bën që të vi brumi, dhe na bëhet një brumi mirë i shkrifët dhe s'ka nevojë që të hidhni sodë, sepse soda ju thash që vjen ajo era mos më paragjikoni, nuk ju paragjikoj në vende të ndryshme, në treva të ndryshme, ka mënyra të ndryshme për të përgatitur. Provojeni dhe kështu, sepse vërtet do të ngeleni të kënaqura, do një çik mundim në të punuar, por dijeni se ajo fiton elasticitet, i ka këto kuzhina. Kuzhina ka sa sekrete të vogla që po i vëni juve në përdorim, dijeni se keni fituar, do me thënë keni marrë atë rezultatin e dur. Ne do ta tregojmë tani më mbrapa dhe se si bëhet, do me thënë si hapet kjo, se nuk hedhim as vaj tani më, as i lyejmë me vaj tavën dhe as i hedhim vaj sipër. Do i tregoj tani në moment, po më përpara do të tregoj këtu. Kemi filluar me kavërdisjen e qepës, pra qep me gjalp edhe me vaj, me pak krip, e zbutëm mirë që të karamelizohet për të nxjerrë ato vajrat e terike që përmban qepa. Më mbrapa kemi shtuar këtu edhe pak, do me thënë gjysmën e sasisë në energjikut e hedhim brenda, se kur ka vërdiset, në energjiku e lëshon më mirë aroman kur e hedhim brenda. Edhe kështu kemi shtuar edhe lëngun nga pjekja e gjelit dhe kemi përfituar një lëng që është gati tani për të shtuar këtu tek përsheshi, sepse unë përsheshin, përveç se mund të vendosni në sobë që të thekërohet, themi ne, dhe pastaj të shtoni lëngun, por ka dhe një tjetër gjë, sepse ka fëmijë të cilët, sepse përsheshin e bëjmë që ta konsumojmë të gjithë. Neve të rriturit e duam, na pëlqen këto qepët e këto gjërat kështu që i shikojmë. Fëmijët e vegjël ndoshta nuk e para pëlqen, lutem Anila ma shiko atë. Dhe që të konsumojnë dhe fëmijët dhe ta shijojnë, përveç se kulaçit që u pëlqen që ta shijojnë ashtu, vendosni një sit atje dhe merreni këtë lëngun, kështu siç e keni. Nuk ka problem që qepët mund t'i përdorni juve. Nuk i hedhim, po mund t'i përdorni ju. Ndërkohë duhet ta coptojmë edhe kulaçin e mistrit? Ta mbaj pak këtu sepse duhet mos hitet në një vend. Urdhëro Anila, po Anila, bëj gati sepse ndërkohë neve në anën tjetër kemi vendosur edhe preshin që të bëhet gati. Në të njëjtën mënyrë bëhet edhe preshi. Edhe një pyetje Kati, në cilën nga tavat apo? Në ajo te ke lart? Po, sepse atje do të vë kulaçin. Okej. Shiko tani, edhe për punën e lëngut, mos e teproni, hidheni, shikojeni, do me thënë se sa mund të doj akoma, dhe thash to qepët nuk është se i hedhin poshtë, por mund t'i përdorni juve do të tregoj unë pastaj më mbrapa se si do t'i vë. Ja, edhe lëngun e kemi gati, do me thënë, nuk ka nevojë që të shtojmë lëng më tepër, nuk e bëjmë llaç, qull, por do ta bëjmë përshesh. Dhe përsheshi, e dini ju si bëhet përsheshi me qumësht, me kos që pregatisi, sidomos me qumësh, kur kemi qumësh të ngrohtë, dhe dim se sa sasi qumëshi duhet të hedhim. Tani, këtë, neve kemi këtu edhe pjesën. Këtu tani do të shtoj pak në energjik se do të kaloj në furrë. Faleminderit Anila. Të lutem. Presh të gririmët kemi vendosur këtu me pak gjalp dhe pak vaj ulliri. E shikoni të dashuran visa që nuk qulloset përsheshi, sepse nuk ka sod brenda. Po të kishte sod, soda e shkrifëron më shumë. Gjë që ne këtë nuk e duam. Ne duam të kemi një kula, do me thënë një përshesh që të jetë duket, ja, të jetë i shkrifët. Si duam, orizin e duam të shkrifët apo e duam të qullët. Të njëjtën gjë edhe për pjesën e, tani kemi këto pjesën e mishit. Që ne kemi coptuar, po ndërkohë mund ta servirni me gjelin e detit të plotë. Tani do ta vëmë në furrë neve këtë, pastaj do ta servirim në një pjatancë, po tani do ta vëmë në furrë, do lëm këtë vetëm sa kemi këtu. Jo, thjesht po shpjegoja që ne kemi gjelin standard tani, por që imagjinoni atë pakën e gjelit të prekur. Ta eshte tiganin e preshit unë mos na di. Anila. Ja, tek ai i preshit lutem Anil hidhe edhe këtë lëngun brenda, faleminderit. E vendosim edhe këtë zelen, atë gjalpin që kishte lëshuar. E vëm për një 10 minuta, nuk ka nevojë më tepër dhe kjo bëhet në momentin që juve e keni gati për ta serviru pastaj në tryezën tuaj. Kontrollojmë për punën e kripës në momentin që hedhim lëngun, se s'kam mundësi që të shtohet krip. Aty tek lëngu shikojmë edhe për punën e kripës. E vendosim në furrë edhe i shohim pak recetat në ekran. I lexojmë pak. Ne i kemi shpjeguar, besoj mjaftueshëm qartë për bërësit që na duhen, por tani i keni të shkruar për t'i mbajtur shënim. Kulaçi për përshesh do 1 kilogram miell, 600 ml ujë, 1 filxhan kafe vaj, 1 lugë çaj krip, 1 lugë kafe sod, sipas dëshirës. Për lëngun, 1 litër lëng gjeli, 1 qep, 150 gram çipule, 1 lugë gjelle nenegjik, 3 lugë gjelle vaj, 50 gram gjalp, krip edhe piper.
buk misri për përshesh, për bukën e misrit na duhen 500 gram miell misri, 3 lug gjelle miell gruri, 450 ml ujë, 1 filxhan kafe vaj, 1 lug çaj krip, 1 lug kafe sod buke. Në rregull, jemi Anila, i mbarove? Po, i mbarova. Te edhim edhe tu te preshi. Shiko si u thekerua preshin? Sa të bëj, gjysmën e kulaqit? Po, mjaftueshëm është Anila, sepse kaq? Tavën e vogël do të bëjmë, ne aty që kemi aty për te, te tasi, mund të ma sjellësh të lutem. Ndoshta edhe pak mund të doj, shiko, preshi tani, siç e shikoni, është zbutur, kam shtuar edhe në energjikun, për punën e mëlqive unë nuk do t'i shtoj as mëlqit brenda. Juve në shtëpi mund t'i shtoni, është momenti që të shtoni, do me thënë edhe mëlqit, pasi të ka vërdisen mirë mëlqit, juve të shtoni pastaj edhe lëngun, që do t'a keni gati pastaj për t'a hedhur tek përsheshi. Tani do të shtoj këtu lëngun. Te buka e misrit do t'a hedh preshin brenda, kështu që do t'a lë pak të mëzjej sa unë të hapa atë pjesën e edhe t'ull pak temperaturën që të bëhet ashtu, të bëhet, kështu që preshin unë do t'a hedh brenda. Bukën e misrit Anila do t'a hedhim këtu. Hedhim, ja. Besoj, më bëra shumë të vogël se buka e misrit ka tendencën të thërmohet më shpejt, pra misri shpërbëhet më shpejt, kështu që u përpoqja t'i lë pak më të mëdha. Bukën e misrit hedhim pak miell gruri neve që ta mbaj. Ta jetë këtu ndërkohë, apo do e hedhësh tu mielin? Jo, hidhe këtu. Faleminderit Anil. Tani shikoni për punën e këtë, ta bëjmë shpejt e shpejt që të harim kohën. Si vendose për të pjekur, po. Të harim kohën. O, bo, sa pas kam vënë unë qametin. Ç'ke bërë? E kam vënë shumë me mbranë, e mbështolla mirë. Tani, këtu tek tava që do të vëni, ne do përdorim këtë do vëmë, këtë të vëmë apo tjetrën? Këtë duash. Ne vëmë këtu tek kjo më mirë. A i shesh duhet të dalë, si do që tjetë, se është më kolaj për të ndarë pëstaj për të ja ta vendosim këtu. E pudrosim me miell, si bëhet në mënyrën tradicionale. Edhe, ja. Para si ta vendosim te tava. Shiko si hapet, edhe pse nuk, edhe ndihmoj qeska, edhe punimi pa tjetër. Shiko, sa i but, s'ka nevoj soda. Ka rëndësi mielli që marim. Tani varë edhe sa të plot e doni. Nëse doni, do me thënë që t'jetë kulaçi të ketë tull nga brënda, e vëni në një tavë më të vogël. Nëse doni, do me thënë që të ketë, si të thuash, kore më tepër, e vëni pak tavë më të madhe. Okej. Shiko, tjetra tani. Po, në disa shpime me piron, të cilat e ndihmojnë edhe për të ajrosur, si të të kati edhe për të pjekur. Si do kulanç, po. Tani ne paka shumë kati kemi diku te 5-6 minuta. Do harim. Jo, pa tjetër. Thjesht po ta kujtoj që të menaxhosh ti, të thuash gjërat më të rëndësishme që ke. Ja, kjo është. Kështu që nuk i hedhim as vaj, as gjë. Kështu, duhet të ketë pamjen edhe shijen e kulaçit. Në temperaturë të sobës në 180-200 gradë, varet nga soba tuaja, edhe 30-35 minuta do të shikoni vetë juve. Kur të marrë atë ngjyrën e kuqe, si kishte ai kulaçi jonë që kemi... Kështu duhet jetë pamja e kulaçit. E shkundni pastaj edhe keni gati. Vendosim edhe këtë në furrë. Kështu që ju e kuptoni, se ne do të themi temperaturën dhe kozjatjen. Gjithmonë furra duhet jetë e ndezur. Ka shumë rëndësi edhe kjo. Tani të vëmë edhe bukën e misrin në shpejt në furrë, edhe të fillojmë pastaj që të tregojmë ku e kemi këtu. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me misrin. Po, të njëjtën gjë. Edhe këtu e spërkasim prap me pak në energjik. Gjithmonë do të hidhni në energjik te pjesa e parë, sepse kur ka vërdiset, çdo aromatizues që hedhim, erz, baharm që hedhim, gjithmonë duhet të ka vërdisen pak. Tani le ta hedh kështu unë këtë, se do e përdor edhe këtë, si thua, preshin. Edhe nëse do të kishim edhe, e pas kisha hedh tamam. Tani të marrim një, kemi të lugën këtu. Afrojmë pak, bëjmë një përzierje. Një përzierje, edhe kjo e njëjta gjë, do me thënë, duhet vendosur edhe kjo në furrë, dhe mirë do ishte, do me thonë, çdo gjë që para se ta hedhim lëngun, e thekërojmë
hedhim lëngun, e vendosim dhe ja 5 minuta të tjera në furrë, nëse do të kemi mëlçit, do të vendosim dhe mëlçit, në rast të kundërt, kështu siç është. Dhe pastaj e keni gati për ta servirur. Tani unë mëlçit i kam bërë më vete, do ju tregoj më mbrapa se si do t'i servir. Po do ta vendos pak në furrë. Okej, dhe do nxjerrim tjetrën, besoj. Do nxjerrim tjetër ta servirim, po. Shumë mirë, se jemi në 3 minuta. Pra, do servirim kulaçin e miellit të grurit, do të vendosim për pak minuta kulaçin me mielin, me bukën e misrit. Pra, bërë me miell misri. Mendoj që mos arrim kohën të bëjmë edhe atë pjesën e çfarë? Pritani. Okej, kjo është pamja, edhe aroma është shumë e mirë. Kështu që një përshesh për të mos e humbur. Këtë do ta vendosim këtu. Okej. Të marrim një. Se ka nevojë për dorezën, e ke këtu. E ka ruajtur dhe formën, po ta shohësh do cope kulaçit, është e pa ngjeshur, ndahen nga njëra tjetra, pra sasia e lëngut që shtojmë ka shumë rëndësi për të mos e qullosur më pas. Okej. Vendosim këtë pjesën e mishit. E mishit. Është mjaftueshëm. Pak në energji anash. Kemi vendosur gjithë të mish edhe më pak. Kemi këtu. Një. Shumë bukur. Edhe pak këtej. Edhe pakës këtu. Ku kemi tjetër në ta. Anila spërkatet lutem, se kam duar të lagura. Anësore apo dhe pak në pjatë? Edhe pak në pjatë, do me thëmë për lezet. Më mirë pak në pjatë, ja ashtu shumë. Se brënda ka ajo, sa për dekor më shumë. Faleminderit, ne po e heqim kjo është pjata e përfunduar, tani me qënë se jemi në fund, Kati, ne nuk do kemi kohë ta presim të piqet sa duhet. Këtë të presim, ne do presim jo, të nxjerrim atë të presim për ta lënë në furrë, të presim kohën, jo të presim me thik. Anë visa do ta lënë një 5 minutë, neve lan pak më pak. Po, për shkak të minutazhit, ndërkohë që mund të afrojmë dhe pak atë, Anila. Dhe është në këtu, besoj, në asore? Do t'ja shtrojmë. Okej. Në anën tjetër. Pra në 2 variante, me mielin e grurit, me gjeldeti, dhe me mielin e misrit, me presh dhe me mëlçi. Ja, dhe kjo e shifoni, do me thënë se si është, e shkriferuar, kështu duhet bërë, nuk duhet bërë qull. Qartë. Bëni mëlçit, do me thënë t'i vendosni kështu të kavërdisura, te mëlçit po deshët hidhni edhe pak rigon, përveç se mund t'i hidhni në energjik që pa tjetër do t'i hidhni, dhe bukën, do me thënë këtë përsheshin, vendoseni kështu, sepse, si që ju thash, ka fëmijë që nuk e duan. Po ka dhe njerëz që nuk e duan, do me thënë, që të shikojnë atë ngjyrën e mëlçive. Mirë, Kati, jemi në orën 10 fix. Nuk do arim të bëni bukën e misrit? Jo. Ka shumë bukë misrit se kemi bërë ne, kam përshtypjen që anvisat në YouTube. Shumë e thjeshtë është për të përgatitur bukën e misrit. Pra do të kemi mielin, duke shtuar vajin, kripën dhe këtu tek mielli misrit, një luk, do me thënë, ose kapeni kështu, një maj, jo më tepër, një maj, do me thënë, duke kapur kështu, si që kam këtu. Katë nuk kemi shumë ka, një maj kishtë rinë, shpa. Ashtu, fix, kaq, nuk ka nevoj për më tepër, mos hidhni, mos përdorni sot, përdorni vetëm atë situash teknikën e punimit të produkteve, të bukës, sepse ashtu do të ngeleni shumë të kënaqur. Të lumë shënduar, ndajmë edhe nga zonja që në ndjekin në gatim. Faleminderit edhe zonja që në ndoqën, ju urojmë një ditë bukur në vijim, mos hezitoni t'i përgatisni edhe në mënyrën time, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Mirupafshim dhe mirëtakoshim në emisionet e radhës. Patjetër që po, të uroj ditë të mbarë edhe fundjavë të mbarë, Katerin. Në kuzhinë do t'jemi ditën e hënë, ndërkohë ne shkojmë në publicitet dhe kthehemi me të ftuarën e kësaj dite të premte pas pak live në Villa 24.